Disa njerëz marrin mendime shpejt dhe me siguri, të tjerët e mendojnë një herë, pastaj një herë tjetër, pastaj prap. Astrologjia ka një shpjegim për të. Disa shenja janë natyrshme të pavendosura se të tjerat. Njëni me këto 3 shenja. Peshorja, e njohur si diplomati e zodiakut, peshorja kërkon gjithmonë ekuilibrin, por pikërisht kjo bën të hezitojë në zgjedhje sepse dëshiron që gjithçka të jetë e drejtë për të gjithë. Ajo do të peshojë çdo pro dhe kundër dhe shpesh të kërkojë mendimin e të tjerëve para se të vendosë. Peshqit, ndërimtar dhe emocional. Peshqit shpesh nuk dinë çfarë duan realisht. Ata udhëhiqen nga ndjenjat dhe janë lehtësisht të ndikuar nga ambienti. Vendimmarrja për ta është një udhëtim me dallk. Sot duan një gjë, nesër ndoshta jo më. Binjakët, me 2 mendje për çdo gjë, fjalë për fjalë. Binjakët janë kurioze të ndritur, por kanë shumë ide dhe interesa për të qëndruar të fokusuar në një drejtim. Vendimet për ta janë sfiduese sepse çdo opsion duket interesant. Nëse je një nga këto shenja, ndoshta do të duhet një mik që të ndihmojë të zgjedhësh dhe çfarë të hash për darkë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.